Përshëndetje miq, si që besheni, zyrja e lëvizjes bota shqiptare dhe imamit shqiptarve. Sot e kemi një ditëlindje përsëri, dje patëm këngëtarin nga Skenderaj, ma shumë muslimani nuk është biznes, o njerëzi. Mos shoni ekspedita këtu se nuk është biznes, lëvizja bota shqiptare. Imami i shqiptarve e japin thuaj se falë këtë vend, do më thonë, që atje është Gonxhe Bojaxhiu atje, Gonxhe Bojaxhiu, për me nxallë rinin, për më knaqë strit e të rejat, është vendi fantazi, këtë vend, Zoti ma ka dhonë mu, dhe këtë vend nuk është i imi, është i juve, edhe unë këtë pjesë këtune, edhe masit vdes, kam valon shqiptarve, kulturës shqiptare, po dhe kulturave tjera që jetojnë këto në Shkup, që sjellen mirë me shqiptarë. Apo më kuptoni? S'është biznes, s'është zyrja e lëvizjes bota shqiptare. Nuk baj biznes, unë jam kundër të gjithë atyre që e thejnë ligjin, cilin do ligj që e thejnë. Janë të rritë, bojnë qef, dje patëm një këngëtar, ma shumë ka kushtu, do më thonë, kur kush s'ka fitu bre dje? Unë e kum qenë me lëvizën të me sponsor, kum qenë generali asoj, s'kum fitu, kum dhonë, as pare të taksa paguze si kum hargju. Si shpesheni, djelja të përëndu, koha e mirë me djel. Ma vëshek, kur unë e baj diçka, vjen djeli. Kur ka dhe një frim të madhe, ku a komuna? S'ka bënu komuna? Ulema komune ta marrë me veti komunën, a janë njëzët ka njerë, se zdi shka me volë. Ku a komuna si ka ndrejtë qëto? Shka të bëjë mërë komuna, i ta marrë këtë venin, ta qonë pesh, kjo qfarë? Komuna, për që të shka? Ti kritikoj në venin kur a qetë qka du të me kritikue, jo kur ka frim. Kur të tjerët bënë diçka, vjen frima, vjen era vjen edhe negative dhe pozitive. Sot në drejku konë ftoft, dikun maleve atje, ka robur. Edhe një pjesë e njerëzve e kanë. Kur të vdekshot tim Shkupi, me muzikë du më qute e vorrej. Mos ma bëj një gallën, det dushaj, prej Amerikës, ma ka kushtu kongën më të mirë, me tekst muzikës kur të vdes. Me muzikë, normal, kam qef me kongën e Albulenës, po halo s'kum rritë Albulena. Amo, det dushaj, një këngëtar i Malsis, ka bo një kongë, një tekst, ma tekst du me shku të vorët, unë varros. Ma shumë se 600 viter në Shqipnia jonë etnike. Det dushaj. Ata që ju friksojnë, mi të qute vorët me priftrenj, e me hoxalar, e me rabina, s'ka gjo për të june, po si që ka drejtën e vetë. Prandaj, reagimi, po nuk isha reagu për varrimin që u bo ati policit, e mirë po shumë njeri po gabon.
flamuri mbi alkoolin e tij, flamuri mbi alkoolin e tij nuk është flamur arab. Nuk është flamur arab. Ju betohem në Zot, është flamur i organizimit të hoxhallarëve të Bashkisë Islame të Kosovës. Tash janë realitet, edhe ato kanë drejt. Do njeri ashtu me shku, le të shkoje. Po nuk është flamur arab, është flamur i organizimit të hoxhallarët. Hoxhallarët kanë trashëgu edhe vakëf tokë, çka nuk është dashur ta trashëgojnë, edhe priftrenjët gjithashtu, edhe kishat gjithashtu. Pra aty ku ka religjion, dhe e lund religioni, rolin e shtetit nuk është mirë. Nuk është mirë, tjetra. Pra, unë ndjej keqardhin, ngushëllime familjes, është e drejtë e tyne, me varros, me ceremoni, besimit religios ku ata mendojnë se fitojnë diçka. Por, në Kur'an nuk e ki. Në Kur'an nuk e ki. Bile në Kur'an nuk flitet fare për shumë gjëra që ne kemi mendu që janë prej Zotit. Ate janë prej njerëzve. Sukur mund që kam qef dikosh, kur të vdes më varros me kongon që ma ka kushtu det dushe nga Amerika. Me muzikë, kam qef i po njerëzit happy, të lumtur, jo duke vajtu. E keni qorda jo. Ata që tutën prej vdekjes, që shkanë mishtin dhe, që shkanë më avnu dhe rasat, apo që shkanë me bo arkivorin, kanë i pas punë shumë keq. Shumë keq, prandaj. Një prej shenjave të mira që i lidh me Zotin, është më kon happy, i lumtur kur të vdeksh. Se përshkon te Ilahi. Prandaj këto e ka një frazë të lokacionit abrahamik, thojnë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thu lillahi. Nuk thu lillallahi.